Forcimi i shërbimeve komunitare dhe përfshirja e studentëve në aktivitete vullnetare dhe praktike ishte në fokus të një marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruar mes Këshillit të Qarkut dhe Universitetit Vanoli. Studentët e Fakultetit të Infermierisë dhe Shërbimit Social do të nisin punë vullnetare, e cila njëkohësisht do të shërbejë dhe si praktikë profesionale në qendrat komunitare për moshën e tretë të menaxhuara nga Këshilli i Qarkut. Këshilli i Qarkut të Korçës aktualisht është duke implementuar një projekt të fituar nga Fondi Social, me zbatim nga Fondacioni Misioni Emanuel dhe me mbështetjen e bashkive Korçë, Maliq dhe Pogradec, i cili ofron shërbime në 6 qendra komunitare për moshën e tretë. Gjithashtu, Këshilli i Qarkut në bashkëpunim me Misionin Emanuel ofron kujdes për moshën e tretë dhe përmes shërbimit në shtëpi, të cilin ne synojmë që ta zgjerojmë edhe më tej. Ky projekt do të zbatojë në 3 bashki të Qarkut të Korçës, Korçë, Pogradec dhe Maliq, një shtrirje territoriale që reflekton ambicien për të pasur një ndikim të gjerë dhe për të ofruar shërbime të integruara, gjithëpërfshirëse dhe të barabarta për qytetarët e moshës së tretë në të gjithë rajonin. Fokusi i projektit është mosha e tretë, një grup që shpesh përballet me nevoja komplekse sociale, shëndetësore dhe komunitare. Ky angazhim synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për të moshuarit dhe t'u ofrojë studentëve përvojë konkrete në terren. Tonë se moshuarit kërkonin ndihmë dhe cilën ne duhet ja u japim. Ndihem shumë e kënaqur që akoma ka njerëz që mendojnë për të tjerët dhe ju japin sado pak nga ato që munden. Paralelisht me këtë aktivitet do të nisë dhe cikli Ditë të Hapura të Qarkut, një nismë që do të zhvillohet çdo muaj dhe do të ofrojë ditë informimi dhe orientimi për kategori të ndryshme individësh, biznese dhe aktorë lokal me qëllim rritjen e transparencës, bashkëpunimit dhe përfshirjes qytetare.